turistik do të thoja, mirë po është dëshmu që nuk e njeh shumë mirë Mitrovica, këtë Prishtinën. Prishtinës detyrimisht duhet një ndryshim. Mund që nuk moj man kur gjë nga programi i Zotit Çeku, a mundi më fjell. A dini diçka çka ka premtuar në Prishtinë, ta di si qytetar që jetoj në Prishtinë. Po këtu duhet bisedoni me Zotin Çeku, por ajo çfarë mund të them. Ajo çfarë mund të them. Një gjë, liçe s'ka premtu. Ajo çfarë mund të them është që në Prishtinë dhe çdo kund, qytetarët e Kosovës, sidomos gratë që kyçen në tregun e punës, për ta hequr barrierën strukturore e kyçjes në tregun e punës, ju duhen më tepër qerdhe, më shumë fëmijë, edhe për cilësinë arsim, edhe për t'i mundësuar gratë të kyçen në tregun e punës, kjo është barrierë që duhet të i kalu. Edhe këtu duhet investohet. E dyta, Prishtina po do ma tepër trotuare, ma tepër gjelbrem, është evidente kjo. E treta është transporti publik, është sfidë reale këtu në Prishtinë, që duhet trajtohet me urgjencë. Arsimi, shëndetësia dhe përkujdesi ndaj gjeneratat moshuara, këto janë aspektet më të rëndësishme të çdo programi politik, po i di ato kushtimisht në specifikat në Mitrovicë, por generikisht ato duhet të vlenin edhe për Prishtinë. Pranvera. Zoti Muja, po është shumë interesant që po dallojnë kaq shumë zgjedhjet lokale prej atyne qendroreve. Jeni në shumë komuna, lëvizjave të vendosjes është në balotazh. Mirë po, a keni analizu pak që në komunat të cilat është në balotazh dhe është e dyta, është për shkak se ripërsëritën kandidatët e njëjtë. Kur ripërsëritën, dhe më thonë ka qenë një herë kryetar, 2 herë, 3 herë, po krijohen grupe, dhe më thonë edhe të interesit, të cilat gjithmonë po janë komunë, edhe ata po janë gjithmonë në anën fituese. Sa duket, as lëvizjes vendosje, natyrisht jo vetëm lëvizjes vendosje, po edhe partive tjera nuk piu pengan me u bë së bashku dhe me rrëzu, për marr shembull, një kryetar që i ka 3 mandate aty. Merr pejen apo ka ndonjë tjetër, domethënë, po ka vend apo lun kjo një rol specifik. Pra arsye se askush nuk po flet për këtë. Po thonë gjithmonë, po jo mbu krejt bashk, së bashku me LVV-n, pa marrë parasysh është PDK, është AK, akush aty nuk po ka lidhje, dhe më thonë këto inatet e nivelit qendror nuk po transferohen në nivelin lokal, pra arsye se po thonë XY se s'po du tash mi marrë edhe kryetar, se janë në për balotazh dhe nuk është korrekt me thonë këtë kryetar apo ato, pra arsye se po buhen gjithë bashk. A lun kjo rol si mas ju? Kur e ka 3 mandate o kun kryetar. Veç, unë parimisht, unë individualisht përkraja një qasje që du të kenë 2 mandate, se 2 mandate mjaftojnë, aq ka një kandidat, mendimi jam, është potencial, energji edhe për të përfunduar gjitha projektet që aspiron. Kur te kalon 2 mandate, pastaj është hyrë në zonën gri, domethënë ku është çështje matematikave, sepse humbet konsumohet përkraja popullore. Edhe kjo si duket ka ndodhur jo vetëm në Pej, por ka ndodhur në Suareke, në Rahovec, sepse elektorati fillon me pas ambicie më të larta. Edhe Peja është një qytet shumë i rëndësishëm, edhe kuadrat lëvizjes gjithmonë kam propozuar që duhet Peja shumë është e rëndësishme, marr parasysh që elektorati është në Pejë është i jashtëzakonshëm. Unë kam pas shumë mbështetës në Pejë edhe pejanët dëshirojnë një perspektivë të re, po dojnë diçka më shumë se sa çfarë kanë. Edhe është legjitime marr parasysh kontributin që ata kanë dhënë edhe për ekonominë e Kosovës, edhe rëndësi strategjike që e kanë, ju takon qytetarëve të reflektojnë, të ndeshin gjitha mendimet, por një ndryshim ata e dojnë, edhe kjo si duket ka ndodhur edhe në qytete tjera si Prizreni, ku nuk ka performancë të mirë, dëshirojnë të shkohet. Mendoj që është në mandatin e 4 sa unë kujtoj Peja. Nuk më kujtohet saktë, po e di që historikisht është i njëjti kandidat. Unë shpesh mendoj që subjektet politike duhet të reflektojnë. Sikur bëhet bolla atë duhet munal pak. Edhe si duhet më ofru inovacione, sidomos për gjeneratat e reja. Elektorati Gazmuar deri në 2054 ka thonë. Elektorati